Me pa mundësinë se ku ka hapësirë me subvencionu qo biznesin, qo fshëtarin e Republikës Kosovës, për mos me vrejt këtë rritje ose këtë tendencë të rritjes së çmimeve. Shteti me vendimet e veta parëndan çdo ditë më shumë jetën e qytetarit. Çmimet në Kosovë janë kur ma keq në këngën. Rroga është e xhap, dikush në ka rrogë heq, ndalse në çmimet. Mos me ndihmu djamt smuj me jetu me penzion. Qytetarët po dëmtohen dy herë, në kuptimin që pi u vlera e paras dhe pi ulë standardi jetësor. E para është përmes rritjes së çmimit të energjisë elektrike në ekonominë familjare dhe e dyta përmes rritjes së çmimit në produktet tona vendore, duke përfshirë ato që importohen për shkak rritjes tendencës së rritjes inflacionit jo vetëm në tregun e Kosovës, por në tregun e Bashkimit Evropian. Institucionet e vendit çdo është me urgjencë me reagu nëpërmjet politika fiskale, nëpërmjet politikave monetare, në kuptimin nëse ne nuk prodhojmë valutë, po me pas se çka mund me subvencionu interesat e, për shembull, interesat e kredisë për prodhuesit ton, po edhe për eksport që janë, dhe e dyta me pa mundësinë se ku ka hapësirë me subvencionu qo biznesin, qo fshëtarin e Republikës Kosovës, për mos me vrejt këtë rritje ose këtë tendencë të rritjes së çmimeve. Me vendimin e zërrejës do të ketë efekt zinxhiror me efektin e dominës në ekonomisë që quhet, pra tash jem para një aktit kryer që si pjesa e gastronomisë, po ashtu edhe buka, pra në çdo ditë më shumë po kemi ngritje të çmimeve në vazhdimsi, pra shtetin vend që të merr hapa në lehtësimin e jetës së qytetarit, në ngritjen e mirëqenies së jetës së qytetarit. Për fat të mirë, shteti me vendimet e veta parëndan çdo ditë më shumë jetën e qytetarit. Çmimet në Kosovë janë kur ma keq në këngën, janë rritë 50%. Janë bëhet që asnjë pagë nuk i pagun ato. I le na pensioner të pajekë mas shumë. Çdo familje jek veç, paga janë shumë e madhe. Ata vend se mi zbrit, pi hypin. Veç për barna që po shkojnë bëllë. Hele mo tjerat rrallë. Shteti ishtë duhet mas pari, pi asaj klasës që ka pagat ma tullta, mi rrit pak pagat, tani mi zbrit çmimet, se shumë çmimet për tepër mirë. Për çmimet, për të nalta jem rroga është e xhap, dikush në ka rrogë heq, ndalse në çmimet. A është dashta dhe shteti me ndërhyjë? Po, unë dash pa që është qashtu, është nalta buka, nalta hacent. E me bukë, alo, është athete. Ati, dikush nuk ka rrugë, dikush ka kushtet. Shumë shtrajt janë, për me jetu shtrajt, për pensionerve mo, s'ka ku me shku, për gjithçka, ushqimi janë shumë shtrajt. Mos me ndihmu djamt smuj me jetu me penzion. Barnat 100 euro, veç barnat e blej. Buka, kretë, djapi, buka, kretë shka është ushqimi, mëngjes e qelë synë për ushqim, është shumë shtrajt.